Përshëndetje, sot do të bëjmë ushtrime praktike për gjithë analizën e emrit. Marrim emrin Topi, i përveçëm apo i përgjithshëm, është i përgjithshëm. Konkret apo abstrakt, konkret. Frymor apo jo frymor, jo frymor. Gjinia mashkullore, numri njenjës, trajta e shquar, rasa emërore, lakimi i parë. Marrim emrin Nëna, i përveçëm apo i përgjithshëm, i përgjithshëm. Konkret apo abstrakt, konkret. Frymor apo jo frymor, frymor. Gjinia femërore, numri njenjës, trajta e shquar, rasa emërore, lakimi i tretë. Marrim emrin Mira, i përveçëm apo i përgjithshëm, i përveçëm. Konkret apo abstrakt, konkret. Frymor apo jo frymor, frymor. Gjinia femërore, numri njenjës, trajta e shquar, rasa emërore, lakimi i tretë. Marrim emrin Italia. Emri i përveçëm a i përgjithshëm, i përveçëm. Konkret apo abstrakt, konkret. Frymor apo jo frymor, jo frymor. Gjinia femërore, numri njenjës, trajta e shquar, rasa emërore, lakimi i tretë.